Kosova po del që është produkt i krimit. Kosova po del se shtetësia e saj, pavarësia e saj, është e lidhur me disa kriminal të cilët janë në Hag. Dhe rrjedhimisht gjykimi tyne për këto krime lidhet me veprimtarinë e tyne për këtë shtet. Kjo Donika Gërvalla nuk e ka udhëheq luftën e UÇK-s. Vetëm me marrë si argument kështu. Po janë qita njerëz, e ka udhëheq, respekt për zotin Buxhovi, për ndryshe e mora si intelektual, jo si në kuptimin pejorativ, po janë këta, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramosh Haradinaj, i cili sot e ka pas për vjetorin e vrasjes vllajt tij dhe ka bart me kilometra vllajën e tij në shtëpinë derisa e ka qit në Shqipëri. Këta njerëz janë që e kanë bërë luftën. Dhe finalja e shtetit Kosovës lidhet me luftën, dhe luftën e kanë bërë këta njerëz. Nuk e kanë bërë. Kush pe konteston? Në vazhdimsi po kontestohet kjo. Çështja tash kur jemi në situatën kur është ministre punëve të jashtme, kur është zëvendës kryeministre, llogaritet se mas 3 muajve ne mund të kemi debat në Këshillin e Sigurimit. Dhe homologu i saj serb mund t'i përdor të gjitha deklaratat e zonës Gërvalla si argumente kundër Kosovës. Pra, që Kosova është shtet i dështuar, që Kosova është kriju nga kriminal dhe vrasës, nga trafikant organesh, nga vrasës si Ramosh Haradinaj, Kadri Veseli e tjera, të gjitha këto. Po ja ludoni që i ka thënë Donika Gërvalla. I ka thënë Donika Gërvalla. I ka thënë se kemi pa janë ribotuar në vazhdimsi këto. Dhe këto argumente ç'a mund të thotë homologu i saj? Thotë, falni, nuk po i them unë. I ka thënë homologe e kosovare. Atëherë nëse neve s'na keni besu deri tash, besoni kësaj, sepse kjo është e ati veni, është ministre punëve të jashtme, është shqiptare.